Bia dhe Alba hynë sërish në një debat të nxehtë, një prej atyre përplasjeve që ndezin krejt shtëpinë. Gjithçka nis nga një koment i impulsuar i Bias, e cila, e irrituar dhe pa u menduar shumë, lëshon një fjalë të papërshtatshme kundër Albës, duke e ironizuar dhe duke bërë komente për pamjen e saj. Bia thot me ton sarkastik se Alba duhet të kujdeset më shumë për veten dhe për higjienën, një deklaratë që bie shumë rënd në veshët e banorëve të tjerë. Alba, sapo dëgjon fjalët e Bias, e ndjen menjëherë se i ndizet gjaku. Ajo e ngre kokën, i fiksohet me sy dhe reagon me një zemërim që duket se është grumbulluar prej ditësh. Ti nuk ke të drejtë të flasësh kështu për mua. I thot ajo me zë të dridhur nga nervat, duke i bërë të qartë se ofendimi e ka prekur personalisht. Bia, megjithse sheh që Alba po acarohet, nuk tërhiqet, madje vazhdon të flasë me ironi sikur të mos ketë ndodhur asgjë. Kjo sjellje vetëm e shton tensionin. Alba ngre zërin dhe i kthehet keq, duke e pyetur pse Bia gjithmonë kërkon ta ulë dhe ta provokoj. Pse je kaq e fiksuar pas meje? Pse gjithmonë më shigjeton mua? Thot Alba, ndërsa banorët fillojnë t'i afrohen për të shmangur një shpërthim më të madh. Banorët përpiqen të ndërhyjnë duke i kërkuar Bies të ndalojë provokimet dhe Albës të qetësohet pak, por asnjëra nuk është gati të tërhiqet. Debati vazhdon disa minuta me të dyja që flasin njëkohësisht, duke hedhur kundërshtime dhe duke nxjerrë në pa gjithë tensionet që janë mbledhur prej kohësh mes tyre. Gjithë shtëpia ndihet në presion ndërsa shohin se sa shpejt po përshkallëzohet situata. Edhe banorët që zakonisht nuk ndërhyjnë, këtë herë mundohen t'i ndajnë dhe t'u kujtojnë se janë në një lojë ku duhet të dinë si të menaxhojnë konfliktet. Në fund, debatit i bie intensiteti vetëm sepse të dyja lodhen nga zënka, por askush nuk beson se kjo përplasje do të jetë e fundit. Tensioni mes Albës dhe Bies është ende i fortë dhe ndarja e mendimeve në shtëpi e bën edhe më të dukshme se konflikti i tyre.